mos flasim për Evropën dhe për Amerikën dhe për Australinë, por ka qenë edhe shembull për linjën e mesme, sidomos po flas edhe nga eksperienca për Arabinë Saudite, për Medinë Munore, që 5 vite, 2 muaj edhe 10 aty do të kumë shërbye tash si vjet, që kalova në ndërprone. Prandaj me këso themelimi i këtyre universiteteve, me këto vizione, me këto principe, me këto edukata, neve na duhet të themelojmë këtë universitete edhe troja tona në Kosovë, apo trojet shqiptare kudo që të ekzistojnë në Maqedoni, apo në Shqipëri, kemë nevojë për kësi lloj universitetesh. Ju duhet me shfrytëzu rastin e ekzistencës juaj këtu. Jo them sinqerisht, shfrytëzoni kohën, shfrytëzoni librarinë, shfrytëzoni këtë jetën e juaj që jeni këtu, me studiua, me punua dhe me lexu ditë e natë. Çato 8 vite që i kemi kaluar na këtu gjatë kohës, mësimit të gjuhës angleze, të masterit, të doktoraturës, ligjëratave që kemi punuar dhe ligjërata që kemi dhënë, ato 8 vite më të vërtet kanë qenë bujshme apo të fryqme, bereqetshme, sa artikulli është shkruajt. Kam shkruar domethënë, sa artikullin e kam përkthyje, sa editim librave kum bë, tash kur po i marr ato dorëshkrime nuk po më besu vetes. Edhe i martuar me 3 fëmijë, me obligime, me gajle, me telashe, po ka pas jeta bereqet. Qysh, gjithë ditën, sabah, kur vishim këtu. Në mëngjes, pi 9 deri në 11 natës kur në qekë të librarie. Nuk e di tash apo në qile dora 11 apo jo. Që se pas kanë ndryshuar ligjin ishte. Ta fjallë do të fillimi, janari 97-ës deri 2004. Domethënë, tetori 2004-ës. Kur krisi lufta, para se me krisi lufta në Kosovë, neve na qiti fati ashtu. Pastaj fillon me seminaret Consultation on Kosovo që e bënë në PWTC, World Trade Center aty, paralon për është e qendra, ku bëhen garat e Koranit. Aty tregoj interesim Malizia dhe ministrët e Malizisë, Enver Ibrahimi, Mahathir Mohamedi, edhe na aty pastaj fillon të aktivitetet tona me lobimin për Kosovën edhe gjitha vilajetet e Malizisë, alhamdulillah, këto Trangano, Klantane, Kuantane, Keda, ande këtë me aeroplana kanë qetit për të dhënë ligjërata dhe me tregu popullit në për xhamien, në për vende publike, çka është realiteti i luftës në Kosovë. Se ky vend ishte i uritur për mbetitje, çka po bëhet atje. Prandaj ata ardhën kështu zyrtarisht, neve na morën, edhe jemi të falendërues, jemi mirënjohës për këtë nder që na kanë dhënë. Kjo nga aspekti shtetëror, po nga aspekti tash humanitar, mesa e din non aeroplana me medikamente, jenë udhëzuar i Kuala Lumpurit për në Prishtinë. Spitalet, mjekët, specialistët e spitalet Ampang Putri, Specialist Hospital në Ampang, Kushedin, aty do të kemi filluar ata mjekë, në ata kolegë dhënë, non aeroplana do të thotë dhe non ekipe mjekësore që kanë shku në Kosovë. Ndërsa nga aspekti United Nations, Kombet e Bashkuara, policia në Malizi që ka qenë pjesëmarrëse në Kombet e Bashkuara, na kanë thirrë ligjërata speciale komandosat e Malizisë këtu, primi mbajt ligjërata këtu në alhamdulillah, policëve gjuhën angleze dhe kur shkoni në Kosovë, me kon keni punë. Çu shkoni mi dallu shqiptarët e shkijeve? Çu shkoni mi dallu shqiptarët e katolikëve? A dhe çu shëri tradita e shqiptarëve në Kosovë? Disa herë ligjërata me ata, falënderimi i takon vetëm Allahu xhaleshanu, si më mirë kemi kaluar. Edhe që nga ajo kohë, pastaj edhe në intervistat e ndryshme në TV Tiga, nuk e di apo po tash TV Tiga këtu, TV Satu, TV Tiga Malizisë, në intervista me ambasadorën amerikanë, angleze, aty në direkt shtu angleshte, alhamdulillah. Prandaj ishte një vend i start, kështu që edhe që është larg nga Kosova, po të shfrytëzon akoma një lutë. Normal. Nuk mundna në gjatë ditën me në xhami, nuk mundna gjatë ditën me çup kohë në xhop, nuk mundna gjatë ditën edhe në sofër të hangër atë, por nuk mundna gjatë ditën me bodall të mëson libër, po çu ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, jepja çdo kujt hakin e tij, a'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Kur e kohë xhumit i dia trupit hakin e xhumit. Kur e kohë bukës jepja trupit hakin e bukës. Po kur den kohë është e mësimit, edukimit, jepja trurit edhe zemrës hakun e edukimit. Këtë vend shumë shpejt mundi me deviju. Shumë shpejt mundi edhe me përparu. Është një vend me dy teha. Po këso vendesh ka pasë edhe kohën e pejgamberit alayhis salam para 1430 viteve. Dy shokë pejgamberit alayhis salam i ka dërguar në Yemen.
shkoni studion e Jemenit. Njëri ka shku në Jemen atje, edhe vetëm i ka studiuar të anë negative, anë të këqija të Jemenit, kur kthyi te Resulullah në Medinë, valla ja Resulullah, Jemeni është zi e mazi, kur gjë s'u pa mirë. Ai tjetër që ka shumë me qëllim përbarimet, me këshur ku është hajri, ku është burimi, ku është fitoria, ku është shkenca, kur u kthye prap, Jemeni është xheneti i dunjas, bereqeti, dituria, hallkat e hoxhallarëve, rrethet e hoxhallarëve të dhënders, e të studiu shkencat e ndryshme, kur gjë keq nuk kum pa. Malezia kështu ka qenë për mua, për vetë tash personalisht. Keq kur gjë s'kemi pa, edhe elhamdulillah keq kur s'na ka ndodhur diçka, edhe mburremi pse kemi dalë me këto rezultate të Malezisë. Për dikon ndoshta ka qenë Malezia ndoshta edhe jo i përshtatshëm, jo i qelluar. Po, çka po them, Allahu xhela shan në Kur'an, pejgamberi alayhis salam i ka thonë, innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Ti sono udhëzon kënda. Vetëm Allahu udhëzon ata kanë dhënë. Prandaj ata nuk kanë më udhëzuar, as ju me zor, mirë shti në Islam, do thonë ju rujuni, do thonë nga harami, nuk mund me zor, po është ka diçka, është ajo self education, aki ata vetë edukimin personal. Ti do të pas atë gajlën tonë që e largun nga shtëpia, nga Kosova, për çka kjo? Këta ditë kalojnë shumë shpejt. Këta vjet kalojnë shumë shpejt, e vjen koha dhe diplomën e merr edhe kthehesh mbi shërbim këtij vendit. Nëse Allah ta mundson me marr diplomën e UAE-s, ndyrë të ketë qenë në Amerikë me punu, në Angli, në Arabi, edhe në Evropë. Sot neve na kanë lutë, kemi oferta, kemi botë. Këtë botë. Po, këtë starë. I këthuj, në Arabi Saudite që i shqiptari i parë ka qenë rast dhe thot me ligjerupi, me pasasht i Jugoslavisë me shku në Medinë, është një shka. E pa mujtë në kjo. Edhe Arabit, edhe në ligjerat qysh. Po, elhamdulillah. E pja të ujtë ashtë ngrona, e pja të ndështë në Jordana, po, këta që këtë qëtë punë. Prandaj edhe ju, shfrytëzën e kohën, e keni këtë rast që nuk peshohet në asgjën. Rast që jeni tri, keni shumë gajle tjera, kalohën, te kalohën. Me borsa, këtë kemi hek pa borsa. Këtë vish këtu mos, hajde me nësy më bo milioner, që shkam pas disa studentat e mi, këmë varë më bo milioner këto. Tu hajde diturim sa edhe merë diplomë. Këta merë diplomën, hapën dyrët e punës. Unë me 30.000 vegjër këmë varë për Kosovës këtu, nuk moni me besua jo vlazën edhin, këmë najtë veti treti me në shki, petalin gjaja të PJ-e, këmë baki, këmë thënë UAE, para se me kalun të kampusin këtu, me kinezit, me oratër, ka një dhomë, me 30.000. Me një dhomë, 5 veta të fjetë, një pull, 3 herë dajshë me ëmër. Qedër më thënë qëfar situatë të trona, kemi kalu dhe ligjerojshja në PJ. Fundamentet e fesës da me gjuhë Shqipe jepësha, si? Edhe gjuhën bështjaka për bështnjakët dhe sanxakin, po dhe arabisht dhe anglisht këtu atë. Jeta kështje ka qenë, po alhamdulillah, kanë kalua, e pejgamberi alayhis salam do të vjetar thënë el-ibra bil khawatim, gjithmonë shifet rezultati fund. Çka ki kalu harorët atë. Ase arrin qëllimit haron gjitha gajlet, edhe ju këshilloj veten edhe ju rujuni nga harami. Namazë verini gati. Namazë verini gati. Si ti i përlyn me haram, sukses s'ki me pas. Ka me të prapë Allahu xhaleshan. Qysh vetëm ai e di. Rujuni pi haramit. Rujuni pi gjunave të mëdha dhe të vogla. Bëni sabër. E Allahu xhaleshan ka më shpërbly. Numër 1 u shpërblen me nota të larta, me sukses të mirë, me realizim qëllimeve të juaja që keni ardhur këtë vend. E pastaj edhe dyert e punës, pa hap, nuk ka problem. Kosova ka nevojë tani për një gjenerat që shtu si për ju. Pavarësia Kosovës është një datë me histori. Historike, ky vend i rritash, apo shtet, me thënë, posa lindur, nëse bën me qujtë kështu, ka nevojë për kuadrë të reja si kur ju, me qenë njëri multivizionar, me qenë njëri global, me qenë njëri edhe fetar numër 1, me qenë njëri me edukat të lartë fetare. Se njerët korruptu nuk në donë, as neve, as Islamit, as Kosovës. Njerët që jenë përlim me korrupcion, nuk i duhet asë. Prandaj, e këshilloj vetën edhe juve, qëndroni besnik në Allahun xhaleshanu, qëndroni besnik në familjet tuaja, mos e rreni veten, mos e rreni familjen, edhe Allahu xhaleshanu është i madh. Nëse keni